Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Babul hathi ala nafaqati wa tabshir al-munfiqi bil khalaf. Nxitja dhe inkurajimi për të shpenzuar, pra në mirësi, në bamirësi, dhe përgëzimi atyre që i japin se Zoti do t'ua kompensojë. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض من ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. Abu Huraira radiallahu ta'ala në tregon se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i lartë madhëruar ka thënë, i jep të jap, shpenzoj për ty. Tha gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dora e Zotit është e mbushur, nuk e pakson atë dhënia dhe shpenzimi që bën për njerëzit. Nuk e pakson pra mirësinë që është në dorë të Zotit, ajo që ai jep për njerëzit. Bujari ditë natë, a e keni vënë re se sa ka shpenzuar dhe dhënë Allahu për mirësive të tij nga dita që ka krijuar qiellin dhe tokën, e kjo nuk ka paksuar, mangësuar asgjë nga ajo që është në dorën e tij. Arshi i Zotit është mbi ujë. Në dorën e tij është peshorja, me të ul, pra zhvlerëson dhe ngren, vlerëson. Hadith interesant, hadith i bukur, që tregon mirësinë e shpenzimit në rrugën e Zotit, në bamirësinë të mira, dhe se Zoti më njëherë ja kompenson njeriu atë që jep. Pra jo vetëm që Zoti i madh ja jep shpërblim në botën tjetër, se e ja kthen. Po edhe në këtë botë, jep t'jap, shpenzoj për ty. Pra si kur po nga thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos ki frikë, ose mos ki merak, se nuk është puna se do të marrësh vetëm shpërblim në botën tjetër nëse jep, por qysh në këtë botë Allahu ta kompenson në një formë ose tjetër. Ta kompenson Allahu në një formë ose tjetër. Allahu shpërblet.